Iris, ka dalur exit poll I parë, po më intereson me ditë sepse mediat në Shqipëri nuk kanë publikuar një exit poll ende. Çka ka ndodhur këtë herë? Aso nuk e di se çka ka ndodhur, sepse në fakt ndryshe nga të gjitha vitet e tjera zgjedhore, si vjet kemi pasur pafund sondazhe. Në fakt nga qenë 5 televizione që kanë pasur sondazhet e tyre me kompani me vërtet prestigjioze. Kështu që kjo është edhe elementi që po më çudit, megjithatë se ku e pash tani në fund që ka një exit poll në fakt nga Top Channel-i. Po. Dhe sipas këtij exit polli, Partia Socialiste pritet që të jetë fituese. Nga ajo çfarë është publikuar nga Albanian Post, Partia Socialiste do të ketë edhe një mandat qeverisës dhe do të qeverisë vetëm me 79 mandate bazuar në atë exit poll me plus minus 3 pikë të përqindjes. Si e keni parë ju këtë rezultat? Dhe cilat janë pritjet tuaja reale? Unë mendoj që të jesh 3 mandate në pushtet, edhe të kërkosh mandatin e 4 dhe të marrësh më shumë vota dhe më shumë mandate në mandatin e 4 se sa mandatin e 3, mendoj që patjetër që është bërë një punë e mirë, dhe jo vetëm një punë e mirë nga pikpamja e 12 viteve të shkuara, po mendoj që ka një lidhje veçanërisht me sloganin që ka përdorur PS-ja në këto zgjedhje, që ka lidhje me Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Shumë shqiptarë besojnë këtë, unë jam një prej këtyre njerëzve që e besojnë, sepse ti flet me 2 ministre që merren me pjesën e integrimit, ti flet me njerëz që janë duke punuar për kapitujt që ka hapur Shqipëria në këtë proces. Ti kupton se cili është edhe procesi që ka ndodhur me vende të tjera që janë bashkuar Bashkimit Evropian me ose pa të drejtë në kuptimin e realizimit të gjithë detyrave, dhe unë mendoj që Shqipërinë e favorizon edhe një element që është shumë I rëndësishëm dhe që është elementi geopolitik, edhe në rajon, edhe për shkak të luftrave që ka tani në Iris, edhe një pyetje, pse humbi bazuar në këto exit polle, pse humbi opozita? Për mua opozita humbi për shkak të liderit saj, sepse ka shumë trinj që do donin të votonin ndryshimin, edhe unë takoj për ditë njerëz që ju vjen shpirtin majtundës edhe duke parë 12 vjet një parti në pushtet, edhe mendoj që kjo është absolutisht një gjë shumë humane dhe normale, por nuk mundet të shkojnë dhe të votojnë ende për një person që udhëheq një parti dhe që nuk ka besim t'ia lër frenat kësaj partie, një njeriu që duhet patjetër të jetë I ri edhe ta meritojë drejtimin e Partisë Demokratike. Është keqardhje kur ti mendon që njeriu që e krijoi Partinë Demokratike në vitin 91 edhe mori pjesë për herë të parë në zgjedhje në vitin 92, e ke ende në 2025-ën, edhe nuk mendoj që kjo është një gjë normale, sepse në qoftë se do të më thotë dikush që nuk ka një njeri që zëvendësoi Partinë Demokratike, nuk ka një njeri që zëvendësoi Partinë Socialiste apo të gjitha partitë e tjera, mendoj që këtu nuk ka më evolucioni ka ndalur, edhe mendoj që kjo I faturohet pikërisht zotit Berisha. Iris, bazuar në rezultatet që po besoj I keni pranuar, do të jeni pjesë e kuvendit të Shqipërisë? Unë do të jem pjesë e kuvendit të Shqipërisë, sepse kam pasur fatin të jem pjesë e listave të mbyllura, pra atyre vendeve që konsiderohen gjithmonë vende të sigurta. Madje emri im as nuk ka qenë në listën e votimit, sepse ky është kodi elektoral që kanë miratuar 2 partitë kryesore, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, që është rajonal proporcional, pra me një pjesë të listave të mbyllura dhe pjesa tjetër me lista të hapura. Personalisht nuk jam, pavarësisht se kam qenë e favorizuar dhe mendoj që në një pikpamje ky sistem është shumë I mirë për njerëz që hyn për herë të parë në politikë dhe që nuk kanë lidhje me strukturat e partisë edhe drejt për së drejti me votuesit. Gjithmonë ka pëlqyer edhe sistemi në fakt me thënë drejtën ku njerëzit janë kokë në kokë, sepse brenda këtij sistemi, me atë që kam parë gjatë këtyre 2 muajve, ti shikon që ka një luftë shumë të madhe brenda llojit, ku njerëzit luftojnë për një sasi votash brenda sërës së tyre, dhe ka pasur shumë pak luftë politike dhe përplasje programesh ndërmjet 2 partive kryesore.